Ne do të zhvendosim vëmendjen, mbetemi në rajonin ton, tek protesta që është zhvilluar një ditë më parë në Shkup, por jo vetëm kaq, edhe të zhvillimet politike në Kosovë që lidhen me emrin e kreut të ri të shtetit. Me mua në studio është ish ambasadori Arben Çeku, ambasador në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në Kosovë. Mirëserë zoti Çeku, kënaqësi. Përshëndetje. E nisim me Republikën e Maqedonisë së Veriut, një protestë masive është zhvilluar një ditë më parë në Shkup nga studentët e juridikut, të jurisprudencës, të cilët kërkojnë që provimin të mund ta japin edhe në gjuhën shqipe. Në Maqedoni ekziston një ligj tashmë, ligji për përdorimin e gjuhës shqipe. Por çfarë po ndodh? Pse nuk lejohen studentët? Është çështje vullneti politik apo diçka më shumë se kaq, një agjendë antishqiptare? Po marr këtë pjesën që më duket më arsyeshme, mungesë të vullnetit politik. Pra, të gjitha çështjet që lidhen me të drejtat e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kanë patur atë kurbën e vetë të rritjes, të zbritjes sipas vullnetit politik dhe interesave politike të palëve, kryesisht të mazhorancës politike maqedonase dhe her pas here edhe për shkak të problemeve, pa aftësisë, pa qartësisë, por edhe të një lloj korrupsioni politik, të themi, të përfaqësuesve shqiptarë. Që nga momenti kur është bërë marrëveshja e Ohrit dhe kanë filluar ndryshimet kushtetuese në 2001-shin edhe në vazhdimsi, teorikisht ka një kornizë dhe ka një guideline që e përcakton një udhërrëfyes që i përcakton qartë dhe i adreson qartë të gjitha kërkesat dhe të drejtat e shqiptarëve dhe të pakicave të tjera etnike në Maqedoninë e Veriut. Por për shumë arsye që janë lidhur gjithmonë me fushata politike, partitë maqedonase, udhëheqësit maqedonas gjithmonë kanë përdorur këtë mekanizëm të mos plotësimit të kërkesave të shqiptarëve dhe mos plotësimit edhe të kuadrit ligjor që vetë Parlamenti i Maqedonisë e ka miratuar. Çështja është se e gjitha është parë si një trysni e parësyeshme që vjen nga faktori ndërkombëtar për shqiptarët dhe jo si një nevojë brendshme e shtetit dhe e shtetarëve të Maqedonisë për ta bërë këtë shtet multietnik, multidemokratik e funksional. Pra, duke mos patur vullnetin dhe gatishmërinë për të bashkëjetuar dhe për t'ju dhënë të drejta bashkëqytetarëve dhe themi pjesës kryesore të shtetformimit të Maqedonisë, të asaj që mban shtetin në këmbë, kemi ardhur gjithmonë në përplasje të tilla arkaike dhe të panevojshme. Protesta e djeshme është maja e zbergut të shumë padrejtësive që lidhen me zbatimin e ligjit për gjuhën shqipe, për gjuhët në Maqedoni. Një ligj dhe kjo është një shkelje ligjore hapur. Tani, aty thuhet që gjuhë zyrtare në Maqedoninë e Veriut, përveç maqedonisht, është çdo gjuhë tjetër që flitet nga 20% e popullsisë më shumë. Shqiptarët janë, edhe më shumë. I bie që zyrtarisht gjuha shqipe të jetë e njohur si gjuhë zyrtare në gjithë territorin e Maqedonisë. Sepse Maqedonia si e tërë ka më shumë se sa 20% shqiptar, ka 30%. Tani, kjo është marrë pastaj dhe është copëzuar në rrugët administrative, duke zbritur në nivelin komunal, jo po në këtë komunë nuk mund të ketë sepse nuk ka kaq shumë shqiptar, por në këtë komunë ka shumë shqiptar, bëni çfarë doni. Dhe është mungesë një vullneti dhe ka krijuar një përplasje dhe një qorsokak nga i cili mendoj se humbsi më i madh është vetë shteti i Maqedonisë, e ardhmja e tij, pastaj sigurisht dhe shqiptarët. Ky ligj dhe ky dekret ose kjo nevojë për ta korrigjuar, për ta plotësuar ligjin, është parë prej shumë vitesh. Pra, nuk është se është bërë më përpara provimi në gjuhën shqipe, është bërë maqedonisht. Por me ndërhyrjen e avokatit të popullit, është krijuar hapësira që të kërkohet posaçërisht kryerja e provimeve në gjuhën shqipe, pra nga studentët e jurisprudencës, studentët shqiptar, dhe të mos jetë patjetër në maqedonisht. Mirë po, kërkesa avokatit popullit ka ngecur dhe nuk ka vullnet nga Ministria e Drejtësisë, nuk ka vullnet në fakt nga vetë qeveria, nga palët në proces.
Dhe do lë anash këtë përplasjen politike mes palëve në shqiptare, partive shqiptare. Nuk po konsideroj se çfarë thonë ata, sepse në tërësi të gjithë janë fajtor, sepse edhe ato që kanë qeverisur prej kaq vitesh, sepse ligji është miratuar që në 2019, pra mund ta vinin në zbatim. Pra aty nuk ka të pafajshëm, janë gjithë bashkëfajtor, ata që ishin dhe këta që janë në qeverisje. Por çdo parti ka qenë njëherë në pushtet aty përveç Aleancës për shqiptarët. Në mos gaboj, dhe ata kanë qenë një farë kohe. Të gjithë janë përlyer nga pak me pushtetin dhe kjo nuk është gjë e keqe, por e rëndësishme është të themi se nuk kanë bërë aq sa duhet. Dhe në këndvështrimin tim duhet që partitë shqiptare të mos i lejonin themi burokracinë e shtetit që të kapet pas degëve, por të kapet në qendër të problemit. Pra, përderisa është thënë që gjuha që flitet mbi 20% popullsisë është gjuhë zyrtare, ata këtu duhet ndaleshin. Dhe gjuha shqipe duhet ishte gjuhë zyrtare në Maqedoninë e Veriut në të gjitha nivelet. Është e patolerueshme, është fyese që presidenti i Maqedonisë, kur i adresohet qytetarëve të vet, nuk di 5 fjalë shqip. Kryeministri nuk di 5 fjalë shqip. Pra të tjerët nuk din 5 fjalë shqip. Pra kjo tregon një mungesë vullneti, pra ka një barrierë. Dhe është e turpshme ta mendosh që në shtetin fëqinj, në Kosovë, ku serbët nuk janë as 5%, konsiderojnë gjuhën zyrtare. Pra shteti i Kosovës e konsiderojnë gjuhë zyrtare, po është imponuar që të jetë gjuhë zyrtare. Dhe me ligj kanë 10 deputet, 10 ulse. Po, pa hyrë në këto diskriminimin në shkallën më të lartë të diskriminimit pozitiv, po them vetëm për këtë gjuha. Pra si ka mundësi që ky shtet demokratik i Maqedonisë nuk ka vullnetin, nuk ulin për të kuptuar se bashkështetasit e tyre, se kom është tjetër, mbajnë peshën kryesore edhe në financa, edhe në remitanca, edhe në prurjen e financave nga jashtë, edhe nga pagesat e tatimeve, taksave, edhe nga zhvillimi i ekonomisë, por mbi gjitha stabiliteti i Maqedonisë pa shqiptarët është pak konsiderueshëm. Është pasojë kjo e përçarjes së faktorit shqiptar. Ju e përmendët edhe thatë që nuk dua e di pse nuk dua të do të ishin më të unifikuar të gjitha partitë shqiptare, se nuk është vetëm ky problem me gjuhën, është edhe vendimi i gjykatës kushtetuese për gjobat në Shqip që e ka rrezuar. Pra, janë disa që lidhen me gjuhën. Domethënë kur shesh shqiptarët që janë të përçarë, politikanët, dhe që më shumë anatemojnë dhe shënjestrojnë njëri tjetrin se sa Maqedonasi, çfarë mund të presësh? Neve këtu nga Tirana shpeshherë kemi vënë projektore të shqetësimit mbi Kosovën dhe marrëdhënie me Serbinë dhe çfarë ndodh atje. Por në fakt ne duhet jemi më të vëmendshëm ndaj Maqedonisë, e cila në sipërfaqe duket e qetë, por në realitet problemet e brendshme janë shumë më të mëdha se sa shohim ne. Kjo çështje e gjuhës është një thërrime, sepse përçarja ndëretnike në Maqedoninë e Veriut është shumë më e madhe se çka qenë më përpara. Pra bashkëtesa dhe harmonia ndëretnike në Maqedoni de facto nuk është as siç ishte 10 vite apo 15 vite më parë, shumë më keq. Ndoshta edhe për shkak se brezi i ri është i shkëputur në arsimim, në kulturë, në qasje kështu me radhë, por edhe në atë çfarë vetë shteti ofron. Frika për t'u dhënë të drejta shqiptarëve e ka bërë shtetin shumë të themi të ftohtë në raport me pjesën tjetër të popullsisë. Dhe shqiptarët gjithnjë më shumë i largohen në besim këtij shteti i cili nuk jep të drejtat elementare. Të vim tek partitë shqiptare ose ke faktori politik shqiptar. Të mos presim që dikush do t'i ndihmojë partitë shqiptare dhe politikanët shqiptarë në Maqedoni që të jenë të bashkuar. Sepse vetë forcat e tjera që kanë përballë kanë një strategji dhe një politikë që nuk ka hequr dorë nga ajo strategjia e nënshtrimit ose të mbajtjes së kontrollit mbi gjithë territorin, siç ka qenë dikur në ish Jugosllavi. Pra, mentaliteti titist shpeshherë mbizotron në disa politikanë maqedonas dhe gjithmonë përpiqen që ta copëzojnë, ta përçajnë faktorin politik shqiptar. Ne nuk duhet të presim që dikush do t'i ndihmojë ata të unifikohen. Uroj të kenë një unifikim. Për shembull, një bast i politikë është edhe Kongresi i ardhshëm i Vlenit, i formacionit politik 4 partijak që janë pushtet.
Dhe ata nuk e di se sa do të arrin do të unifikohen si faktor politik, si forcë politike, sepse po përpiqen të formalizohen si një parti politike. Urojtja dalin që të paktën të jenë të unifikuar, dhe në anën tjetër kemi BDI-n e zotit Ahmeti me një eksperiencë shumë të gjatë në qeverisë, e cila duhet të korrigjojë disa qasje në raport me të drejtat e shqiptarëve, në raport me këtë zbatimin e ligjeve. Duhet të jenë më të drejt për drejt me qytetarët e tyre dhe edhe me ndërkombëtarët. Në fundit duhet bërë qartë. Një drejt që u takon duhet të zbatohet. Nuk mund të themi që në planin e madh jemi dakord që gjuha shqipe është zyrtare dhe në planin konkret në zbatim nuk është. Edhe e fundit, si ka mundësi që gjyqtarët dhe prokurorët Maqedonas i japin provimet vetëm në maqedonisht dhe nuk ju kërkohet asgjë për në shqip. Si e bëjnë ata drejtësinë për shqiptarët kur nuk dinë shqip? Pra, në këndvështrimin tim, do t'ishte e detyrueshme që edhe juristët Maqedonas të kishin provim të gjuhës shqipe. Sepse si ka mundësi që ato japin drejtësi, bëjnë hetime, pra ne kemi gjithë ato probleme me gjyqet ndaj shqiptarëve. Nuk them që është vetëm çështje e gjuhës, është edhe çështje e qasjes që kanë. Por në thelb, injorimi i dygjuhësisë është një grop e zezë, është domethënë në vazhdimsi problemi do jetë më i madh dhe në qoftë se nuk do vi koha që në Maqedoni gjuha shqipe të konsiderohet realisht zyrtare dhe të zbatohet në të gjitha nivelet, ai shtet do vazhdojë të udhtojë, të bashkëudhtojë, por i përqarë. Dhe në çdo lloj krize, në çdo lloj sfide të Maqedonisë, këto probleme do të dalin menjëherë në sipërfaqe. Dje kishim protestën, e cila dha sinjalet e veta, mesazhet e veta, por janë edhe shumë çështje të tjera që lidhen me dënimet e padrejta që janë bërë ndaj shqiptarëve. Pra ka njerëz janë në burgje, janë krejt pafajshëm dhe për shumë arsye janë aty të pafajshëm në burg, sepse edhe për shkak të dobësive që kanë paraqitur përfaqësuesit shqiptar në qeverisje. Pra duhet që her pas here t'i kemi në vëmendje sepse është detyra jona dhe natyrisht sa më pak qasje partijake dhe politike nga Shqipëria në drejtim të shqiptarëve në Maqedoni, sepse nuk i ndihmojmë ne duke i parë me syzat partijake, po t'i shohim thjesht si një problem që tek një vend që kërkon të bëhet antare Bashkimit Evropian dhe nuk ka zbatueshmërinë e të drejtave themelore të shtetet vetë, qytetarëve vetë, do thoya. Çeku, ndërsa në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka probleme etnike dhe shqiptarët po përballen me, le të themi, me çështjen e gjuhës që është elementare dhe është e sanksionuar në ligj. Në Kosovë, shtetarët atje, politikanët atje, ende janë futur në një vorbull që duket si, le të themi, nuk po gjendet një dritë në fund të tunelit dhe këtu i referohem asaj se çfarë ka ndodhur para 5 marsit, por dhe asaj se çfarë po kërkohet tani nga politikanët. Një emër, një president i ri. Kanë rinisur negociatat. Këtë herë mendoni se do të shmangen zgjedhjet e jashtëzakonshme, të parakoshme, apo Kosova po shkon drejt saj? Deri në 28 prill është afati. Në fakt, është për të ardhur keq që Kosova, politika kosovare e Kosovës nuk po arrin të kuptoj se cili është prioriteti kryesor për vendin. Është luks të mendosh se gjithë energjia politike, por edhe institucionale, sepse në disa raste është vënë në lëvizje gjykata kushtetuese, por edhe vetë parlamenti ka dështuar, ka patur problemet e veta, të bëhet për disa ambicje personale, për disa interesa shumë të ngushta partijake. Imagjinoni sa energji do duhet të harxojnë në betejën me Serbinë për interesat e vendit dhe ajo energji harxhohet brenda për brenda duke mos arritur dot për dal nga i batak që nuk është e mjaftueshme të referohesh tek parimet demokratike të shumicës. Sepse jo gjithmonë këto parime janë garanci dhe zgjidhje për të ardhmen. Vërteti mund të kesh një numër të madh deputetësh sot, por mos harrojmë se para disa kohësh Albin Kurti ishte një parti minore, ishte një parti rebele në parlamentin e Kosovës, kishim një mazhorancë tjetër përballë.
Po ja që gjërat ndryshuan, krahet ndryshuan, mazhorancat ndryshuan, edhe asnjëherë nuk ka mazhoranca të përhershme. Në demokraci flas. Kështu që edhe në këtë moment ku vetëvendosja po përpiqet të diktoj nga prapa perdes, themi, postin e presidentit, sjellja që pati ndaj Vjosa Osmanit, keqpërdorimi dhe hedhja e saj në rrugë ishte një qasje jo e mirë. Në anën tjetër, dialogu, jashtëqytur dialog me partitë politike nuk është esencial, nuk është serios, as nga ana e zotit Kurti, por për fat të keq as nga partitë tjera që janë në bashkëbisedim me të, sepse ka pak mungesë sinqeriteti, të themi të vërtetën, dhe të gjithë kalkulojnë. Teza se Albini ka frikë të hyjë në zgjedhje prap sepse i ka rënë pak rejtingu dhe prap do të ketë probleme, nuk besoj që është një ilaç shërues për humbjet e opozitës, për dobësinë e opozitës. Unë mund ta them që sot prap opozita është ende e dobët. Pra fiton Albini? Nuk e sfiton dot. Nëse fillojnë zgjedhjet? Nuk e sfidon dot. Pra, më vjen keq ta them, por nuk e sfidon dot, sepse ai mund të ketë rënje, por në thelb prap nuk po ja japin të dalë në opozit. Po pra, sepse nuk po ja japin mundësinë të dështoj në këtë mandat. Edhe e dyta, opozita nuk po arrin dot të unifikohet rreth një emri. Minimalisht partitë opozitare mund të dilin me një emër të caktuar edhe t'ja vinin në tryezë, ose të shkonin me dy emra. Dhe zoti Kurti ishte i detyruar të zgjidhte njërin prej tyre. Dhe ta bënin edhe publikisht. Opozita nuk i ka numrat për ta, le të themi, numrat nuk i ka. Po. Por ka numrat për të filluar procedurën. Për ta kushtuzuar po, sigurisht. Po, absolutisht. Nuk i ka për në raundin e tretë, por në raundin e parë, po sigurisht, nuk fillon procedura nëse nuk shkon opozita, pra nuk quhet e zgjedhur. Pra, zoti Kurti mendoj se ndoshta do donte të zgjidhte një presidente si Albulena Haxhiu. Ndërkohë që po ashtu PDK-ja ka sy tek një femër tjetër, brenda radhëve të saj. LDK-ja është e përqarë në qasjen që ka ndaj kësaj çështjeje dhe nuk ka një konsensus opozitar dhe nuk shoh një figurë. Konsensusi intereson kjo gjendje, zoti Çeku? Kujt? U intereson kjo gjendje të gjitha partive meqense nuk ka një konsensus? Shiko, është për të ardhur keq që të gjitha partitë tani opozitës i duket sikur nëse nuk ja bëjnë pak të vështirë, Albini duket sikur ja falin postin e presidentit. Në fakt, do të ishte gjeneroziteti i kryeministit Kurti që të lëshoj të jap hapësirë demokracisë në Kosovë, të jap hapësirë duke dhënë, jo thjesht duke e falur këtë post, por në një farë mënyrë presidenti është post unifikues, nuk do të jetë post partijak. Ai vetë ka thënë që nuk do të jetë një njeri nga vetvendosja. Pra, ndërkohë që nxorri më përpara këtë që është ministri i jashtëm. Glaukun, po. Janë përmendur dhe disa emra të tjerë. I duhet Kosovës një kandidat jo partijak? Absolutisht po. I duhet një njeri me integritet dhe Kosova ka personalitete që mund të shërbejnë në postin e presidentit, që mund t'ja lehtësojnë punët qeverisë Kurti, por edhe opozitës, pra mund t'jenë një bashkëpunimi mes tyre, një figurë që e përfaqëson denjësisht Kosovën. Jam i bindur me aq sa njoh personalitetet atje dhe njerëzit që i kanë kapacitetet të mjaftueshme. Është çështje e vullnetit politik nëse u hapin derën apo jo këtyre personaliteteve. Dhe unë për fat keq shoh që të gjitha palët i kanë syt tek njerëzit brenda partisë. Dhe kjo është ajo që të them, që nuk shohin përtej interesit partijak, qoftë PDK-ja, qoftë LDK-ja, qoftë AK-ja, pra nuk arrin dot të dalin përtej portës tyre për të parë që atje përtej oborrit ka njerëz të shkëlqyer që vërtet mund ta vinin në pozitë vështirë zotin Kurti për të thënë jo. Por në qoftë se zoti Kurti shef që partitë e tjera ofrojnë emra partijak, por emra partijak ai ka emrat e vet. Për vota ka votat e veta, dhe nëse ata i vën kushte, atëherë edhe ky do thotë, po mirë, si doni, hajde shkojmë prapë në zgjedhje. Mund të marri 3 deputet më pak, 5 më pak, nuk e di.
por edhe këta nuk e se do fitojnë një gjë të madhe. Jam i sigurt që nuk do fitojnë gjë të madhe dhe këshilla ime është kjo. Gjeni një zgjidhje, bëni një hap mbrapa secila palë, shpëtoni vetin nga zgjedhjet para e jashtëzakonshme, sepse zgjedhjet e jashtëzakonshme nuk do të sjellin asgjë të jashtëzakonshme. Do të arrin këtë, besoni zoti Çeku? Nuk e di. Jam skeptik. Duke parë qasjet. Jam skeptik sepse për fat të keq shoh mungesë përgjegjësie. Gati tek të gjithë, duke filluar, mund të them, edhe me zotin Kurti, por edhe me përfaqësuesit e opozitës. Pra ka një mungesë përgjegjësie për sa i përket Kosovës, sepse opozita, duke mos qenë mazhorancë, thotë mbrohet me petkun e minorancës, thotë, jo, po ne nuk kemi gjëndor, ja, nuk na pyet, edhe vetë viktimizimi nuk i ka sjell ndonjë dobi opozitës. Ashtu siç nuk ishte aftë të unifikojë para zgjedhjeve të jashtëzakonshme që ndodhen. Por edhe zoti Kurti duhet japi sinjale më të qarta se nuk do të vendos kushte që tjetë pa tjetër një figurë e lëvizjes vetëvendosje e partisë tij, një kukull e Kurtit. Pra aty nuk ka nevojë për të bërë luftë për një kukull. Në qoftë se ata do ta bëjnë betejën që secili të ketë kukullën e vet në presidencë, sigurisht që do humbi Kosova, do shkohet në zgjedhjet parakoshme, absolutisht prap. Por Bruna do vim prap aty ke ngërçi ku me zgjedhjet e jashtëzakonshme do ketë pastaj nevojë prap për vota për të zgjedhur kryetarin e kuvendit, do të ketë nevojë prap për të zgjedhur presidentin dhe kjo është vetvrasje. Kjo është vetvrasje politike dhe sërish zgjedhje brenda pak muajsh nëse. Kjo është vetvrasje politike dhe unë nuk e di domethënë se si mund të dalin këto njerëz para popullit, kërkojnë prap zgjedhje kur zgjidhjen e kanë një tryezë shumë të vogël. Pra ata mjaftojnë 4-5 veta të mblidhen, të gjithë së bashku. Ka patur sa tradita në Shqipëri që mblidheshin forcat politike dikur dhe diskutonin seriozisht për figurën e presidentit, nuk e nxirrin nga xhepi. Edhe atje duhet që të ulen dhe të bisedojnë seriozisht, sepse në fundit kush e do më shumë Kosovën se sa ata vetë. Pra edhe në këto kohë të turbullta, ku diskutohet a do të jenë trupat amerikane në Kosovë jo, a do ketë Kosova këtë mbështetje që ka apo jo, çfarë do bëhet me NATO, çfarë do bëhet me Bashkimin Evropian, çështjet ekonomike, kriza ekonomike që po na vjen për shkak të luftës, e gjitha këto do ta kishin bërë kaq të thjeshtë zgjidhje në Kosovë, sepse në fundit Kosova nuk është sa Gjermania. Kosova ka kapacitetet e veta dhe mund të zgjidhin, ka dhe përvojat e një dialogu të përbashkët dhe unë mendoj se zgjidhja që vjen nga një tryezë në të cilën secili heq dorë nga një gjë dhe e shef zgjidhjen qoftë edhe të sforcuar, ata mund të mos duan të kenë një figurë konsensuale, asnjëra palë, por Kosova e kërkon. Populli i Kosovës kërkon një figurë konsensuale e cila të shmangë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Në qoftë se do hyjnë në zgjedhjet jashtëzakonshme, është pastaj një telenovel politike me kosto shumë të larta ekonomike, pra mos harrojmë se kjo krizë ka filluar që në shkurtin e vitit kaluar, ka vazhduar deri dhjetor, është lodhur populli i Kosovës me këto zgjedhje. Duan të bëjnë sport politik, le të bëjnë, por do vi një moment që sa do i fuqishëm t'jesh, sa do mazhorancë të kesh, populli do t'i braktisë dhe pastaj kur të braktisë nuk rikthehesh më. Prandaj unë i ftoj në përgjegjësi të gjitha palët që ta zgjidhin këtë krizë. Ju falenderoj shumë zoti Çeku, ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Një tjetër hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.